bërtha more në mes dhe, marri vëdhe. Si keni vlerësuar punën e Altin Tumanit? Shumë mirë. Pritshmëri që keni për Klodian Brown? Nuk di çfarë të them, nuk e njoh. Nuk e njeh. Kush mund të jetë politikani më me shumë vepra korruptive që pritet të arrestohet, përveç tyre që janë sot në Nuk proces? më të përmend emra. Nuk më lejon personaliteti im. Po që ka korrupsion këtu, ka korrupsion. Një minutë lutem. Në qoftë se themi vendi i madh i korrupsionit në Europë, do më thënë që ka korrupsion, dhe korrupsion do thotë që ka njerëz, dhe që ka njerëz do thotë që ka pushtetar. A ekziston një listë e zezë politikanë shqiptare që pritet goditen? A nuk e di. Jo, që ka një listë, nuk po them për emra, se kuptova, për pjesën e emrave kuptova që Nuk e di, por në proces penal janë shumë. Janë të goditur ata, nuk e se po pritet. Edhe Berisha e gjithë ata janë në akuzë. Tani pritet gjyqi. Berisha shkojnë gjyqi e pat. Kur të marri dënimin do shikoj, mund marri dhe pa festi, ku e dim ne? Po, pritet të shohim çfarë do bëjë drejtësia, ne do të kemi gjithmonë, shqiptarët kanë pasur gjithmonë sytë drejtësia dhe ajo besoj se ka qenë, le të themi, hallka më kryesore për gjithë zinxhirin e funksionimit të sistemeve të ndryshme dhe pushteteve të ndryshme në Shqipëri. Kush mund të jetë politikani ndër vite më fuqishëm që ndoshta nuk është edhe në skenë, por mund të jetë edhe para skenë në Shqipëri? Po nuk dole në skenë, nuk të një njeri. Prandaj pyetja është mund të jetë jo me pushtet që ka. Se ato që me pushtet janë ato që ndoshta nuk janë skenë fare. Po nëse ke ndonjë dyshim, thuaj emrin. Ku di unë pyetje të tilla nuk di që përgjigjem. Nuk e përgjigjem. Do më pyesësh për emrin. Si do ja unë emrin ky që do më thuash me një dhe emrin do më japësh në një formë analitike? Jo kot. Pa do më thuash që kam të dhëna që kjo nga shtypi kjo unë të përgjigjem. Të periudhës postkomuniste pra, ose të kësaj demokracisë të lavdishme që kanë shqiptarët, që erdhi dita, që erdhi kjo demokraci, që ne po gëzojmë, po shprehim mendime, jemi të lirë, të mendojmë, të arsyetojmë, të logjikojmë dhe të shprehemi masivisht, domethënë. Edi Rama, Berisha, Fatos Nano, Pandeli Majko, s'po futem në emra të tjerë. Çfarë pyetje, ku është pyetja? Që ka qenë më dobishëm, më i pushtetshëm. Nuk e di më atë. Prapë? Zotri, më i dobishëm dhe më i pushtetshëm është ai që fiton votimet. Kjo është demokracia. A ekziston? E di populli edhe, nuk e di ne. Populli e jep socializme, ka marrë fund ata do. S'ka tjetër. Ata ajo është shqiptarët, ajo ka përkrahjen më të madhe të shqiptarëve. Partia Socialiste, ata e dinë edhe pulat në Shqipëri. Diskutohet. Kush është më i rrezikuar nga drejtësia? Edi Rama apo Sali Berisha? Të gjithë janë të rrezikuar. Se kanë futur dorën të gjithë kanë qenë momente korruptive. Se kush më shumë e kush më pak, ose kush as pak, ata e ka spakun dorë.